Atëherë në fakt është e vërtet që e kam bërë denoncimin para disa vitesh. Dhe në fakt është një lajm shumë shqetësues. Dhe sot unë prisja në fakt që të kishim lajmin tjetër që drejtësia, prokuroria të ishte pikërisht në vendngjarje. Pse e them këtë? Sepse ajo është një pasuri kombëtare. Pavarësisht se tani ne themi që është një kompleks i Elebarit, kompleks ndërtimësh, por gjithsesi edhe me letra, por edhe një pjesë siç paktën është kontrata 33% është pronë akoma e shqiptarëve, por pronë shqiptarëve quhen ato që janë pronotuar pikërisht nga blerësit dhe nga qytetarët, se pronë kombëtare janë të gjithë pasuritë tona personale. E kam thënë para disa kohësh duke u nisur jo se jam inxhinier, por nga fakti se kam pasur dieni për dy raporte. Në fakt, firma Tecnital është një firmë italiane e cila në vitin 2000 bëri projektin e ndërtimit të kalatës 10 dhe 11. Pikërisht në zonën lindore, siç e themi ne, aty ku sot po ndërtohet. Dhe ato konstatuan, inxhinierët gjeolog konstatuan se ajo zonë ishte një zonë e cila nuk ishte tavan, siç po mundohem të ta them me fjalë të thjeshta, dhe kishte probleme pikërisht për sa i përket vendosjes së kalatës të themeleve. Dhe ato mendonin atë që vetëm mënyrë për të bërë kalatën ishte që të bëhen me pilota të thella, të lidhen me njëra tjetrën, që forca e fërkimit të sipërfaqes së kolonave me pikërisht edhe me lidhësin komplet pra strukturën, të mbajë me forcë fërkimi, që do të garantonte deri në 6 tonë, nëse më kujtohet mirë, për metër katror. Kuptohet që do të shërbente shumë mirë për një kalatë. Investimi është bërë disa vite më mbrapa dhe të njëjtën gjë në fakt edhe kompania gjermane që erdhi disa vite më vonë, kompani gjithashtu prestigjioze Selhorn, dha të njëjtën ide. Pra duke u nisur nga dy kompani të huaj, të cilët kishin bërë një studim të mirëfillt sepse ishin kontraktuar pikërisht në ato nga autoritetet portuare për të bërë studimin, thanë që kjo zonë, ndryshe nga gjithë zonat e tjera, nuk mund të mbante, pra ngarkesa të larta në perë, sepse siç e dinë, në raste të tilla ku kemi përzierje të rërës së argjilit, kemi sipas specialistëve një shtresë e cila gjithmonë do precipitoj pra ndërtime të rënda me peshë ulen gjithmonë. Dhe kjo ka ndodhur në fakt vetëm në disa zona të tjera të Durrësit dhe specialistët e dinë mirë. Pikërisht duke u nisur nga këto fakte, unë kam deklaruar edhe më parë që është një zonë me shumë probleme. Dhe prandaj them që si ka mundësi që sot 2 ditë pas këtij lajmi trishtues, edhe duan falenderuar në fakt dhe ekipi i Piranjeve dhe ju që e mbani në gjithmonë të ndezur këtë lajm, si ka mundësi që drejtësia nuk ndërhyn, sepse thash është pronë bëhet fjalë për miliarda euro të investimeve, dhe normalisht sot ne duhet të kishim një lajm që ndërprer punime deri në verifikimin e të gjithë situatës. Jo, aty në base larg qoftë duhet shembet që të kryen verifikime e cara. Por pyetja ime është, pra ju thoni që është një terren i vështirë, por duhej vendosur pilota, pra duhej plotësuar standardet për terrenin. Gjë që nuk është bërë, që është ishte sa që edhe tani kalatë lindore, pjesë që është ndërtuar është bërë pikërisht me pilota 1.5 metra të gjerë, shumë afër njëri tjetrit, kam pasur një poste nëse kujtohet 64.000 euro për metër linear, pikërisht janë të lidhur me trar, me një strukturë të tillë sepse garanton sepse nuk ka prap, çdo element zakonisht ka një fund. Ajo zonë nuk ka, sipas tyre specialistëve, dhe pikërisht kjo e bën që por asaj që ju thatë, që larg qoftë duhet çamu, po më mirë të merren masa tani se sa dëmi të jetë i pariparueshëm shumë i lartë, duhet marrim dhe kosto të tjera. Dhe mos harrojmë që kemi bllokuar edhe një port, apo. Pra në këtë kontekst duhet të them që unë mendoj që duhet ndërhyrë menjëherë nga ana e drejtësisë të bëjë bllokimin deri në verifikimin.